vëmë pyetjes për gjykatën kushtetuese, në rastin e parë, në kërkesën e kryetarës të grupit parlamentar të vetëvendosjes që deputet me ka detyruar me nejt në sallë, unë po e them këtu si jurist. Në kushtetutat e vendeve ish komuniste, që sot janë tekstet botume, ka pas një koncept që quhet mandati detyrues për deputetin. Është lëvizje e madhe civilizuese për me ardhur njerëzimi deri tek momenti kur ka norma kushtetuese që kemi ne, që thonë mandati i deputetit është i lirë. Fjala e lirë për laikun mund duket e parëndësishme, por është shërben përshkruan një lëvizje të madhe civilizuese evropiane me ardhur tek momenti kur përfaqësuesit e zgjedhur politik kanë lirinë e vet me vepru. Mos qëndrimi në sallë është qëndrim politik. Prandaj, nuk mund ndodh kurrë në një vend demokratik që një gjykatë kushtetuese detyroj deputet me nejt në një sallë. Unë nuk po flas për me ndërim punën e gjykatës, por ky është një standard i njohur dhe unë besoj që do të konstatohet edhe nga gjykata kushtetuese. Jam i bindur që në asnjë rast, as në rastin e shpërndarjes kuvendit, as në rastin e kërkesës që më na detyruar me nejt në sallë, asnjë rast nuk do të kalojnë gjykatë kushtetuese, janë gjëra shumë të njohura. Për më tepër, historia politike e vetëvendosjes tregon që ata nuk kanë nejt në sallë as 2016, ndërkohë që vendimi i gjykatës kushtetuese që ata i referohen është i 2011, ata s'kan nejt në sallë as 2016. Edhe po bisedoni më herët me shefin e grupit tonë parlamentar, ajo që është e rëndësishme me thonë për njerëzit është që sot është gati se po hym në pranverë, është kohë e mirë, të duhej kryeministri me kanë dikun të prej në shirit në rrugë, në shkolle, në qerdhe, në një spitali, ndërkohë që kryeministri jonë krejt çka ka bë është që thotë populli është kurthëru në kthinat e kuvendit Kosovës edhe ka shtrëngu kravatën edhe dën pushtet absolut. Populli i Kosovës i ka dhënë 51% të votave, jo 100%. Nuk mundesh me kërku 100% pushtetit me 50% të votave. Ne kërkojmë të respektohet kushtetuta dhe vullneti politik i shtetarëve të Kosovës. Po, në kuptim teknik ajo procedurë ka filluar me rrjedh. Po. Po ajo mund të konsiderohet që ka filluar me rrjedh, meqense ka filluar procedura, por ajo afat nuk zbatohet në këtë rast, zbatohet afati 30 ditor. Nuk mund të ketë dy afate në një tekst kushtetues edhe ato me subsimun njëna tjetrën. Kjo është gjë elementare. Juristat e mësojnë, si të shish dy afate në një tekst ligjor, një gjë dush me ditë, kanë qëllime të ndryshme. Dhe unë thash, nëse shkojmë me interpretimin literal, më lejoni edhe njerë të kthehem, se këtu po thuhet nuk ka dështu zgjedhja e presidentit për që ata shkohet 30 ditë zgjedhja. A është ky interpretimi? Okej, unë po pyes, nëse procedura s'fillon fare, s'lidhet kuvendi fare, që mund ndodhë, se këtu pëndohen çdo gjë. Cili afat aktivizohet? Ju mund të thëni afati 60 ditor, jo. Nëse shkojmë me interpretim literal, jo. Sepse afati 60 ditor për mu aktivizu, norma kushtetuese po thotë do të më unis procedura. Çka nëse nuk nis hiç? S'una më shku me absurditet. Kjo është absurditet. Interpretimi literal mund të më na nxjerr çesharak edhe me hub kuptimin e normës. Në gjitha kushtetutat evropiane, dhe po e them para kamerave, që janë të botuar njerëz më po, janë formulimet e njëjta. Kuvendi e zgjedh presidentin këtë afat. Asnjë kushtetut nuk thot nëse nuk nis, si nuk nis. Parimi themelor është humbja e afatit, është humbja e drejtës. Kuvendi e ka humbur afatin, e ka humbur drejtën e vet me zgjedh president. Prandaj vendi duhet me u kthy ku? Politika duhet të kthehet tek sovrani. Na tregojmë populli i Kosovës kush ka drejt. Ai që ka marrë 50% edhe nuk don kompromis, nuk don konsenzus. Po don pushtet plot apo ne që insistojmë tek respektimi i kushtetutës. Edhe këtë du ta ndajnë votuesit në këtë rast. Për komentet, po, ne kemi kohë deri me datën 9, por më duket me bë komentet, do t'i bëjmë komentet, do të diskutojmë grupin tonë parlamentar, edhe do të deponojmë komentet tona për mënyrën si e shohim na që duhet me zgjidh këtë rast.